Tetori, muaji i ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit, shënon çdo vit një rekord të kontrolleve mjekësore. Sipas mjekut Artan Çomo, gati gjysma e të gjitha ekzaminimeve vjetore kryhen vetëm në këtë muaj. Ai thekson se një fluks prej rreth 100 raste në ditë mund të dëmtojë aparaturën. Përgjithësi që tetori ka dyndje shumë të madhe, bile s'ka pasur raste që të aparatin që bëjmë ne këtu të mamografin, mund të ketë pasur dhe 100 raste në ditë. Kjo nuk është e drejtë, për arsye sepse është një aparat që duhet mirë mbajtur, është nga më cilësorët që mund të ekzistojë, është aparat mamografie digjitale, shumë i mirë, deri tani shkëlqyer Zotit nuk ka pasur ndonjë problem, ka qenë në rregull, por ky lloj aparature duhet të ruajtur sepse të bësh 100 ekzame mamografi në ditë dhe pjesën e muajit tjetër të jenë me pikatore, sikur nuk shkon. Prandaj duhet shtrirë gjatë gjithë muajve të vitit. Megjithatë, mjeku apelon që kontrollet të mos kryhen vetëm në tetor. Sa më herët të zbulohet sëmundja, aq më e lehtë dhe efektiv është kurimi i saj. Kanceri i gjirit është një sëmundje që prek gratë, kuptohet është një nga shkaktarët kryesorë i vdekshmërisë të gruas, por nëse kapet në fazat e para të hershme, është plotësisht e shërueshme dhe prandaj ne insistojmë që të bëhen ekzaminimet dhe vetë kontrolli i gjirit nga ana e gruas.